Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbuloni se çfarë shkakton kafja esëll me stomakun bosh në organizëm. Pirja e kafes të zezë ka përparësi të caktuar por edhe negativitete në shëndetin ton. Kohët e fundit, ulëmtuesin nga Departamenti i Epidemiologjisë dhe Gjenetikës të Institutit Kombëtar të Sëmundjeve të Këqija në Shtetet e Bashkuara raportuan se pirja e kafes në sasi të mëdha mundet të zvogëlojë rrezikun e melanomës maligne. Dhe nuk ka dyshim, kafja e zezë është e pasur me antioksidantë të cilët veprojnë në mënyrë të favorshme në shëndetin tonë. Megjithatë, ka shumë rëndësi se kur dhe si e pini kafen e zezë. Sido që të jetë, shumica e njerëzve nuk mund ta fillojnë ditën e tyre pa një filxhan të nxehtë të kafes së zezë në mëngjes dhe madje në stomak të zbrazët pa e ngrënë mëngjesin. Nuk është çudi që pas kafes shumica e njerëzve e shmangin të hanë ushqimin e tyre për të parë të përditshëm herët në mëngjes sepse kjo pije vepron për ta shuar urinë. Megjithatë, pirja e kafes së zezë esëll ka disa efekte të tjera shëndetësore. Një filxhan kafeje të pastër të zezë esëll e stimulon sekretimin e acidit klorhidrik në sistemin e tretjes dhe këtë dukuri të pakëndshme do ta ndjejnë shumë shpejt personat e prirë ndaj gastritit. Nuk kursehen as persona që vuajnë nga gastriti sepse ky acid e shpërbën ushqimin që ne e konsumojmë. Edhe nëse mungon gjatë ditës do të kemi probleme me tretjen dhe shpërbërje të reduktuar të proteinave. Proteinat problematike. Proteinat të cilat mbërthehen të pashpërbëra në trup munden gjithashtu që të shkaktojnë shumë probleme shëndetësore si fryrja, irritim, inflamacioni të zorrëve dhe madje dhe sëmundje të këqija të gjirit. Studimet të fundit kanë treguar se kafja duhet pirë vetëm një orë pas zgjimit dhe madje kurse si në stomak të zbrazët. Kafja duhet shmangur të pihet me njëherë pas zgjimit sepse atëherë niveli i kortizolit është shumë i lartë dhe është përgjegjës për kontrollin e orës biologjike. Një filxhan kafe në stomak të zbrazët mundet që të shkaktojë urdhë, fryrje dhe në disa raste edhe të vjella. Përpiquni që në mëngjes të hani të paktën një fetë bukë para se ju të pini kafen dhe në qoftë se nuk mund ta bëni këtë, atëherë të paktën kafen zbuteni me qumësht. Këtu gjithashtu do t'ju tregojmë se çfarë ndodh më tej në organizmin ton nëse ne pim kafe esëll në mëngjes. Të zgjoheni në mëngjes dhe të rrëmbeni me shpejtësi. Kafen tuaj të preferuar nuk është as pak zgjidhja më e mirë. Bright Side tregon efektet që mund të ketë kafeina në trupin ton kur ne e pim me stomakun bosh. Ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj, sapo ju të dilni nga shtrati, mundet që të ketë efektin e kundërt. Kafeina dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe mund të çojë në probleme me gjumin, gjë që rezulton në lodhje. Nëse e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, mund të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohe. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulinë për të kompensuar gjithashtu sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë e cila rezulton në mungesë energjie dhe ankthi. Trupi juaj mundet që të humbas mineralet më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafes herët në mëngjes mundet që të bëjë që ju të humbisni shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mund të sabotojë thithjen e hekurit, magnezit dhe vitaminave B, të cilat janë jetike për sistemin ton kockor. Gjithashtu, nga ana tjetër duhet të keni parasysh se shumë kafeinë mundet që t'i bëjë kockat tona më të dobta duke nxjerrë prej tyre kalciumin. Mundet të krijojë probleme me stomakun tuaj.
Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafes çdo mëngjes aktivizon sistemin tonë nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe sigurisht mundet që të shkaktojë diarre. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë që të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të kafes dhe përjedhoj, shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës pasi kjo mundet që të shkaktojë shqetësime në stomak. Nga ana tjetër mundet që të çojë edhe në shtim të peshës. Edhe pse kafja e zezë mundet t'ju ndihmojë që të ndiqni dhjamin, ajo gjithashtu mundet të prish modelet tuaja të shëndetshme të gjumit. Kur nuk flini mjaftueshëm, keni tendencën që të ndiheni më të uritur dhe të keni më shumë dëshira për ushqime të ëmbla. Shumë lloje kafesh, si për shembull pijet me kafe të përziera dhe me ëmbëlsues, janë gjithashtu të mbushura me sheqer dhe kalori, duke u bërë kështu shkak për shtimin në peshë. Dhe nga ana tjetër duhet të dini se mundet të përkeqësojë edhe ankthin. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë zakonisht të larta për shkak se kafeina është një stimulues. Ajo i jep trupit ton një efekt nervoz dhe madje mund të shtojë ankthin për disa njerëz. Mundet që të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafja ju bën të përdorni tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidroheni, është e vështirë që toksinat të dalin nga trupi juaj përmes lëkurës tuaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën dhe e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme, si për shembull rrudhat e parakohshme. Mundet që të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Filxhani juaj i kafes në mëngjes e bën më të vështirë për qelizat tuaja për të rregulluar sheqerin në gjak, i cili mundet të çojë në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak nga ana tjetër mundet që të çojë edhe në shtim në peshë dhe madje të rrisë rrezikun e infeksioneve të lëkurës. Nga ana tjetër, kafja, duke qenë një ndër pijet më të preferuara, mbetet edhe një ndër pijet të miliona njerëzve në mbar botën, e cila konsumohet çdo ditë dhe sidomos në mëngjes. Shumë njerëz e kanë në zakon që të pinë kafen e tyre pa ngrënë fare, dhe sipas ekspertëve, duke pirë kafe me stomakun bosh ose duke e zëvendësuar mëngjesin vetëm me kafe, ju po i privoni trupit tuaj lëndët ushqyese që i nevojiten. Në këtë mënyrë ju mund të merrni përkohësisht energjinë që ju dëshironi, por ajo do të zhduket befas brenda një periudhe të shkurtër kohe pas pirjes së kafes. Por pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse kafja nuk përmban kalori, proteina apo fibra për të ndihmuar trupin që të kryej të gjitha funksionet e tij. Për më tepër, nëse pini kafe vetëm për mëngjes, mund të vëreni se jeni nervoz në mes të ditës. Kjo ka më shumë kuptim pasi trupi juaj nuk ka marrë lëndët ushqyese që atij i nevojiten për të mbajtur të qëndrueshëm sheqerin në gjak. Edhe pse nuk ndiheni të uritur kur zgjoheni, përpiquni që të hani me patjetër diçka për të mbajtur të qëndrueshëm sheqerin në gjak. Përveç kësaj, një efekt tjetër tepër i rëndësishëm i pirjes së kafes me stomakun bosh është rritja e shanseve për të shtuar në peshë. Mirëpo, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.